Në një tokë të thatë të Spanjës, ku mullint lëvizin në qiellin e kuq, fillon historia e dy burrave krejt të ndryshëm. Njëri jeton për ëndrrën, tjetri për realitetin. Don Kishoti nuk është thjesht një njeri, ai është një ideal. Ai beson tek drejtësia, tek nderi, tek betejë për të mirën. Edhe kur bota e quan të çmendur, ai vazhdon të luftojë. Mullint për të nuk janë thjesht mullinj, janë gjigant që duhet mposhtur. Ai zgjedh të shoh botën jo siç është, por siç duhet të ishte. Në krah të tij qëndron Sancho Pança, i thjesht, praktik, me këmbë në tokë. Ai e di që mullinjt janë mullinj. Ai mendon për bukën, për lodhjen, për jetën reale. Nuk jeton me fantazi. Por megjithatë, ai nuk largohet, sepse ndoshta thellë brenda vetes, përveç interesave personale, edhe ai ka nevojë për pak ëndër. Don Kishoti mendon me zemër, Sancho mendon me mendje. Njëri rrezikon për ideale, tjetri paralajmëron për rrezikun. Ata debatojnë, kundërshtojnë, por kurrë nuk ndahen. Në fund të fundit, ndoshta pyetja nuk është kush kishte të drejtë. Pyetja është, pa kë do t'ishte më e varfër jeta? Pa guximin e Don Kishotit, bota do t'ishte më e ftohtë, më e heshtur, më e dorëzuar. Pa urtësinë e Sanchos, ajo do t'ishte e humbur në iluzione, pa drejtinë dhe pa mas. Ata nuk fitojnë gjithmonë beteja, por fitojnë diçka më të madhe, kuptimin e udhëtimit. Sepse njeriu nuk është vetëm arsye, as vetëm ëndër, është përzierja e të dyjave. Dhe ndoshta brenda secilit prej nesh jeton një Don Kishot që kërkon të ndryshojë botën dhe një Sancho Pança që na kujton si të mos humbasim veten gjatë rrugës.